Në drejtimin e instruktorës Violeta Paqarami është përmbyllur me sukses kursi i pianos pranë kulturore të fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër. Aktiviteti final u shoqërua me një koncert festiv, ku fëmijët pjesëmarrës interpretuan pjesë të përzgjedhura muzikore, duke demonstruar aftësitë e fituara gjatë kursit. Drejtoresha e kësaj qendre, Orieta Kelaj, vlerësoi angazhimin e fëmijëve dhe punën profesionale të instruktorës, duke theksuar rëndësinë e edukimit artistik në zhvillimin kulturor të brezit të ri. Atëherë, siç e ndoqët sot, ishte koncerti përmbyllës i kursit të pianos, ose më mirë i 2 kurseve të pianos, të drejtuara nga instruktoria e përkushtuar Violeta Paqarami. Atmosferë mrekullueshme ku secili fëmijë shpalosi talentin e tij me një pjesë të përzgjedhur sigurisht festive edhe me rastin e festave të fundvitit. Instruktoria Violeta Paqarami u shpreh e kënaqur me progresin e nxënësve. Sot e kena bërë traditë për sa vite që jam këtu, me festu me klasën e pianos vitin e ri. Ku fëmijët performojnë nga një pjesë shumë të gëzuar për atmosferën e vitit të ri edhe këndojnë këngë të vitit të ri. Në këtë rast, klasa e pianos i uron të gjithë fëmijëve të Shkodrës gëzuar vitin e ri edhe Qendra Kulturore e Fëmijëve. Gëzuar vitin e ri 2026. Aktiviteti u prit me duar trokitje nga të pranishmit dhe shënoi një tjetër sukses në kalendarin artistik të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër.